Si do të bëhet kjo? Duke mos hyrë në qeveri dhe duke bërë një krizë politike, do zhvillohet debati në parlament. Kështu vepron gjithë bota. Kishte rastin e Belgjikës që gjatë kohës kishte qeverisje. Edhe pse i ka zgjedhura dhe funksionon. Edhe pse i ka zgjedhura problemet dhe ne synojmë që të arrijmë në atë status të cilin e ka Belgjika, duke përfshirë gjithë popujt të cilët jetojnë atje. Apo. Do thotë, qëllimet tona janë fitojmë zgjedhjet dhe në emër të saj fitore, jo t'i fitojmë partitë politike shqiptare. Ne jemi të interesuar ta fitojmë Nikola Gruevskin dhe VMRO-n dhe Zoran Zaevin dhe LSDM. Është absurde gjithë kjo betejë që bëhet që ja do e fitojmë BDI-n, do e fitojmë PD-shin. Çfarë? Unë jam i interesuar bashkë bisedoj dhe të koordinoj aktivitetet me ata që janë të interesuar ta fitojnë VMRO-n dhe LSDM. Do thënë, për ta përfunduar deri në fund. Dhe në këtë moment, ne do të lëmë zgjidhje. Ose do të jemi të barabartë në mënyrë të plot shqiptarët dhe maqedonasit, sepse jemi mbi 30% këtë vend, dhe nuk duhet presim që të na zgjedhin tjerët problemet, se në fundit demokracia dhe me këtë ka të bëjë, mbash premtimet që jep para elektoratit. Ose, në qoftë se këto se pranojnë, ne do t'japim afate dhe gjithë të deputetët shqiptarë që duhet bashkohen dhe të koordinohen, duhet kenë vetëm një qëllim, që shqiptarët të bëjnë parlamentin e tyre në qoftë se është e nevoja, dhe kjo nuk do të ketë kthim mbrapa, është në deklaratat e mia. Kur më kanë pyetur mua pse kur e ka lëshu PD-shin parlamentin, duket ishte 2014 kur ndodhi ai sherrri atje, dhe kur më kanë drejtuar mikrofonin na bëri mirë që ka lëshu PD-shin parlamentin, i kam thënë, shqiptarët kanë shumë shkaqe për ta lëshuar parlamentin. Por shqiptarët nëse e lëshojnë parlamentin, duhet ta lëshojnë gjithë bashku dhe kur mos kthehen ky parlament